i papritur rezultati i Ilir Metës, sepse supozoi që Partia Lëvizjes Socialiste për Integrim ka pasur 30.000 vota, mbi 30.000 vota, mbi 30 e di unë, në Tiranë, dhe 120.000 në rang vendi, ndërkohë Meta vetë nuk ka arritur të marrë më shumë se 6.000 vota duke mbetur dhe jashtë. Domethënë kalkulimi Metës ishte të mbete jashtë, që me votat e partisë tij të thyen të listën pra të hynte, por me sa duket është më pak se 1/3 e votave ose sa 1/3 votave të Tabakut dhe të Ilir Ali Mehmetit. Sa votat e mia në 2021? Se sa morët në 2021? Po ja, është rreth 6.000. 6.000 vota morë? Që arrita ti numroj, se numrimi është histori. Aja është histori vetës. Ai nga burgu atje, të tjerët do të kanë për dallë. Jo, Holandi sa ka pas marrë. Po them kalkulimi politik i Metës, nuk krahasohet pa diskutim. Meta nuk bëri as fushat, se s'kishte si bënte në burg, nuk pati mundësi as takonte zgjedhës, Gonxha me Gonxha si është me Tauland Ballën në 2021 në Aja ku e kam Tauland Ballën lidhje, nuk e di e kam Tauland Ballën. Tauland Ballën e ka kaluar Sara Mile, më duket. Po të kishte jo ka qenë më 30.000. Sa ka qenë? Tauland Balla 30.000. E kam Ballën lidhje, Balla mirëmbrëma. Po mirëmbrëma. Sa vota ke marrë në 2021 në Elbasan Balla? Nuk e kapin Fevzit gjithë. Sa ke marrë? 30.000. Sa? 30.000. Se mbajmën. 30.000. 30.000 dhe pa diasporë. Po, sigur, po, 30.000. Sa dhere ka qenë votë pa diasporë. 30.000 Po, Balla, çfarë po ndodh me votën e Greqisë? Është e vërtet që i ke mbushur vetë ato votat e Greqisë? Tani këtë e ke pyetje për emision apo për gallat? Jo, kam pyetje tamam. Po kjo është akuzë penale. Po, fajsoj njërë vetën. Jo, po, unë besoj që këtë mund ta bëj muli për shaka për të justifikuar humbjen. Megjithatë, e para opinionin është e mbar diaspora, kështu që më jep 30 sekonda të them faleminderit gjithë diasporës për faktin që votuan. Kemi vendosur një rekord si Shqipëri. Jo, falenderojmë ata që votuan, se s'votoi gjithë diaspora. Ata që votuan duhen falenderuar, patjetër. Ata që u regjistruan, po thoja që është një rast unik ndër vendet që e përdorin votimin me postë, që të kesh një koeficient thyeshmërie diku ke 85%, pra ndër ata që marrin zarfin, më shumë se 85% e kthyet dhe kjo është një koeficient shumë i lartë krahasuar me të gjitha vendet e tjera. Po të mbash mend, kemi pasur një komunikim të ngjashëm së bashku në janar të këtij viti. Po, që ju më thatë që do jenë 200.000. Po. Do jenë 200.000. Mos e nxjerra të komunikimin se po e nxorra do të kthehet akuzë penale. Se do thonë e ka ditur që atëre, jo t'i bëdeshe, ma gjeni pak atë kur thot Balla do votojnë 200.000 veta, po? Jo, ju më pyetët atëherë dhe më thatë se sa mund prisni t'jenë afërsisht që do regjistrohen, edhe kjo ka qenë edhe një referencë krahasuar me vendet e tjera që e kanë të ngjashme, por ajo që mua më pëlqen të them është që si herë e parë, koha që shumë e shkurtër sa i përket njohjes për procesit regjistrimit vetëm 54 ditë, mbërritja dhe kthimi i zarfit me postën ishte diku ke 3-4 javë, kështu që gjithçka ka shkuar mirë dhe shqiptarët diasporë meritojnë falënderim. Sa i përket votat e Greqisë, çfarë po ndodh me Greqinë dhe ku është çështja? E para njërë, sa vota kanë ardhur nga Greqia që janë bllokuara këtë moment? Ajo që komunikon KQZ janë 53.000 e pak. Të paktën nga të dhënat e publikuara online, nga 608.000 të regjistruar që është brenda asaj. Ja vetëm sekond të këtë që ke thënë janar, Balla, vendose pak. Ku ndodhen më shumë se 1.000 bashkëdhetarë dhe pjesa më e madhe prej tyre nuk kishin informacion, por në vlerësimin tim do të shkojë përtej 200.000 numrit të regjistruar. Po, tani me këtë ke akuzë tamam, me ke thënë fik eksakt numrin, e pas ke ditur që para se të regjistroheshin. Po? Ka thonë kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhje, 200.000 ka thonë. Po? Jo, kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhje ka thënë më pak, po unë kam pasur diskutim me Fevziun ato. Ka qenë këtu ka thonë të 200 shpresoj. Kam pasur i diskut dhe në fakt është për
përtej 10%, sepse për llogaritja e votuesve në diasporës e 1.7-1.8 milion, u regjistruan 248.000, mos harroni që ka qenë diku ke 40.000 të tjerë që për një arsye apo tjetër nuk arritën të mbyllin procesin e regjistrimit. Pra është një shifër e kënaqshme që për herën e parë të përfshirjes në këtë moment historik të votës diasporës. Ama 1/4 e votës diasporës, 1/4 e votës diasporës, nga 196.000 zarfe sjell, 53.000 thonë ju, afërsisht 1/4, bires më shumë se 1/4, është e bllokuar, s'është numëruar. 28% është Greqia në totalin e përgjithshëm. Po. Tani, Fevzi, është bllokuar. Nuk ka asnjë argument sot juridik për këtë bllokim. Jo, zonja Topalli tha ka argument sepse ka dështuar DL, e tha dje këtu studio, dhe do të në lidhje direkt, dhe edhe komisioneri tha ka rënë dakord që ta shqyrtojmë me faktet konkrete. Ja. Tani, nëse zonja Topalli është zëdhënësja e zonjë Celibashi, ky është një çështje tjetër. Po, unë flas në aspektin e përcaktimeve që ka kodi zgjedhor, kur është momenti që palët mund të kontestojnë. Ne nuk jemi në fazën e kontesteve. Sigurisht këto zgjedhje, siç duket, për shkak të mosnjohjes së radhës nga ana e opozitës, nuk është lajm i ri që opozita nuk njeh rezultatin e zgjedhjeve, do të ketë kontestime në aspektin procedural. Në fazën që jemi këtu te kjo salla, numëruesit janë të detyruar me ligj që ti numërojnë çdo kuti. Më pas, partitë politike, nëse duan të kontestojnë një kuti, 2 kuti, 10 kuti, apo më shumë, kanë një fazë tjetër, dhe ju e dini sepse shqiptarët janë mësuar tani me këtë pjesë. Por në momentin që jemi, të gjitha kutit që mbajnë brenda zarfat që kanë ardhur nga Greqia, duhet të numërohen, dhe ka pasur edhe një debat për këtë çështje, i cili tani më unë do ta quaj atë ezauruar. Po çfarë do ndodhi tani? Sepse ai vendimi i zotit Celibashi, ajo që do ndodhi është që nesër në mëngjes, në kushtet e ezaurimit të aspekteve procedurale, zoti Celibashi duhet të autorizojë KZAZ për të vjuar procesin e numërimit në secilën prej 37 tavolinave, për të cilat përfaqësojnë të zimë të qarqit e kam zotin Hoxha që do të bëj një pyetje, por kam dhe një pyetje unë. Në rezultatet deri tanishme, vota e Greqisë e ndarë në 12 qarqe, në cilin qark mund të luaj rol? Pra në cilin qark, numri votave që vijnë nga Greqia është më i madh. Po. Unë ju them të drejtën, ne po presim të numërohet çdo votë, dhe kjo është rëndësishme dhe dua t'i them të gjithë bashkëdhëtarëve në Greqi, kam parë edhe në televizionin Klan, për shembull, shoqatat e shqiptarëve në Greqi që kanë reaguar në formë proteste sepse nuk po lexohet të vota atyre, duhet t'i garantoj që nuk ka asnjë pengesë ligjore që mund të pengojë numrimin e tyre. Ndërkohë që sa i përket mandateve, keni parasysh që 54.000 vota të ndara sipas qarqeve, për shembull, se kuptohet tani më, duke qenë se është mbyllur numërimi, kuptohet për shembull në Tiranë janë 4.500 vota për të numëruar, që nuk mendoj që mund të sjellin në ndryshim mandati as në këtë debatin mes Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia. Nuk ndikon, thua? Mundësia nuk ndikon. Në Shkodër nuk ndikon, në Kukës nuk ndikon, në Lezhë, t'ju them të drejtën, nuk jam dakord me konstatimin tuaj, diferenca tani më është shumë e vogël, ndërkohë që janë më shumë se 2.200 vota për të numëruar në Greqi. 2.200 vota në Greqi, sa është diferenca? Se Lezhë ndahet me 1 vot. Po, s'është tek. Ne jemi, unë di mirë votat e diasporës, jemi përtej 1.000 plus, tani më në votat e diasporës qarku Lezhë, ndërkohë që diferenca atje ka qenë diku ke 1.700. Mund t'i afrohet Lezhë. Mos harroni që, siç duket deri tani, pra trendi deri tanishëm është që Partia Socialiste është dyfishi votave të Partisë Demokratike në diasporë. Po, Hoxha, kishe një pyetje? Në gjithë diasporën. Po, patjetër. Po, Hoxha. Për Lezhën e diskutojmë se do të diskutojmë. Pyetja ime është kjo, zoti Balla. Mediat kanë reportuar një çedim të DL-s së Greqisë. Në dijenin tuaj, çfarë ka ndodhur realisht atje?
që krijon pikpyetje mbi sigurinë e një pjesë të zarfeve të ardhur nga Greqia. Çfarë ka ndodhur realisht? Jo, më fal. Ajo që besoj që KQZ-ja e ka raportuar, ajo që KQZ ka raportuar është që jo vetëm Greqi, po edhe në disa shtete të tjera, ka pasur zarfa që nuk kanë arritur dot destinacion sepse personi nuk është gjetur. Pra, ky nuk është një fenomen që ka ndodhur në Greqi, ka ndodhur në disa vende. KQZ-ja ka thënë që 18.000 zarfa nuk arritur të shkojnë dot në destinacion. Sa i përket problematika, po është vërtet që një pjesë e qytetarëve shqiptar, edhe në Greqi, edhe në Itali, edhe në Gjermani, pas 3 thirrjeve nga ana e DHL-s, për të gjetur banesë, kanë shkuar për ta tërhequr zarfin në një prej dyqaneve, pikave të shpërndarjes DHL. Dhe ju e keni parë, edhe në fakt edhe mediat kanë kontribuar për t'i bërë thirrje bashkëdhetarëve që në pamundësi për të shkuar postieri tek shtëpia, të shkojë qytetari tek pika postare. Është raportuar që janë parë zarfa në pika bastesh në Greqi. Tani, unë kam parë edhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike që postonin zarfa pafund vetë pra sipas jush në Greqi nuk ka ndodhur asnjë gjë veçantë në krahasim me vende tjera. Jo, shko. Nuk ka asnjë në Greqi ka pasur një vonesë në shpërndarje, kjo edhe për fatin e keq që momenti i fillimit të shpërndarjes përkoi me festën e Pashkës. Nuk ka nëm kontraktim nga DHL-ja e Greqisë për një shpërndarje të dytë. Kjo është diçka që duhet ta sqaroj vetë DHL-ja kontratën që kanë pas me nën-kontraktor, sepse edhe nuk është vetëm në Greqi që kompania globale DHL punon dhe me posta të tjera partnere. Edhe në Gjermani, duke qenë për shembull, DHL-ja është pjesë e Deutsche Post. Dhe në vendet caktuara në Gjermani, DHL-ja ka shpërndarë dhe përmes Deutsche Post. Por këto janë pjesë, le të themi, detyre brendshme, unë nuk jam këtu për mbrojtje DHL-n, se kam edhe unë ankesat e mia për vonesat që shkaktuan në dërgimin e zarfave tek familje. Por që ti sot të thuash që unë nuk dua të numëroj 53.000 zarfa, 28% të zarfave, se kam dyshime për shpërndarjen e tyre, ky është një, domethënë, kjo nuk ha argument apo debat. Stavi Elida, shifni mos merrni një prononcim nga Celibashi, lutem për ta kuptuar më mirë. Balla, praktikisht ju thatë që vota diasporës është 2-1 në raport midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Deri tani, pa u futur vota e Greqisë. Po si shpjegohet që ky rezultat diasporës dhe më i lartë se rezultati brenda vendit? Ska pas akuzën e zonës të parë. Tani, nuk ka një ndryshim shumë madh, është diku ke për momentin 3 pikë përqindje. Është 3-4%, po. Është 52 në... 55, po. Të them të drejtën, jam i kënaqur për rezultatin, por mund të ishte edhe më mirë. Për leshën, për leshën, zoti Balla, vota e diasporës e PD-s është 36%. Deri tani. Vota për PS-n është 46%, diferenca 10%. Që do thotë, nëse vazhdoni një trend, do rekuperoj 10% të votave të mbetura. Votat të mbetura e 1100, do rekuperoj 110 plus. Diferenca aktuale është 800 vota. Ja i rekuperoj 110 apo 200, nuk e mbundot, unless përveç nëse në Greqi ka ndolla taja. Janë 2000 sa votat në Greqi. Po ja, Lesha i ka 1100 vota me gjithsej Lesh. Pa u numëro, 1100 ka mbetur në Lesh. Po Greqia nuk është hapur fare tani. Edhe një. Po qëse trendi i Greqisë është njësoj si shtetet e tjera, Greqia do ketë trende të tjerë. Po qëse në Greqi janë me 0, 1100 me 0, natyrisht që do fitoj. Po ju jeni statisticien edhe më lër të sqaroj se ose diferenca është 800. Kjo është pritshmëria, siguria e tyre për Greqinë, që tregon që mund të kenë një gjë. Po futja kot. Tani po flas, ky trend 1 me 2 ka 84 shtete brenda.
ku mund të ketë dhe shtete ku ka qenë opozita para, po mund të ketë edhe shtete dhe shumica shtetetve është majorancë. Në Greqi prisni t'jeni 11 jo? 11 në Greqi? E para. Vetëm 11 e përmbys. Bëjmë debat studio Buzaiku, kaluan 45 minuta me një raportim. Ka fituar shumicë në të gjithë shtetet e mëdha, në Itali, në Gjermani, në SBA, në Kanada, ndërkohë që të gjithë e dinë që diaspora në Greqi është në shumicë mbështetëse ndaj Partisë Socialiste. Balla, faleminderit.